Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë me përmbledhjen e ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov. Zyra rregullatori të energjisë elektrike në Kosovë gjatë të premtës ka vendosur që të rrisë çmimin e energjisë elektrike për të gjitha kategoritë konsumatore deri në 16%. Kjo rritje edhe pse kundërshtuar nga konsumatorët pas vendimit, po konsiderohet si një barrë e rëndë për ekonominë e tyre familjare. Zyra e rregullatorit për energji në Kosovë sot ka miratuar rritjen në mesatare të tarifave të energjisë elektrike për të gjitha kategoritë e konsumatorëve, bazuar në të hyrat e lejuara maksimale e cila kap shifrën rreth 16%. Ky vendim vjen si përgjigje ndaj kërkesave të operatorëve energjetik, KEDS, KESCO dhe KOST, të cilat kërkuan rritje të hyrave për shkak të kostove të larta të importit dhe rritjes së konsumit. Ndërsa për qytetarët e Gjakovës ky vendim përbën një tjetër goditje ekonomike në një kohë kur barra e jetesës është në rritje të vazhdueshme. Nuk është vendim i drejtë, nuk është vendim i mirë, se në këto kushte, bilet për këto kushte, ka qenë edhe deri tash shumë shtanit rrënjba. E jo me shtrajtu afet. Si përballon qytetarë që janë të papunësuar, nuk ka punë. Nuk është vetëm rrymë, apo janë obligimet jetësore, janë tjerat. Tash pa i përmendur, po qytetari ka shumë obligime tjera. Një tjetër tha se populli po lufton me një shtrenjtim mjaft të madh. Po jemi shumë në të shokuar për këto vendime që e marri, ku të ditë se populli është duke luftuar me një administrativ tjetër shumë standardi është tepër është i lartë, ndërsa kushtet janë minimale, ta them. Po tash prapë qeveria din pa dhe vetë din punën atje. Keq vjen mjaft janë keq. Sigur të mi hekë far vendimi, mes më përvu kish me çelmire për popullin. Në ditën kur zyra e rregullatorit të energjisë vendosi për shtrejtimin e energjisë elektrike, drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë Kushtrim Ahmeti tha se rritja e çmimit të energjisë elektrike në këtë kohë rrezikon vendet e punës. Kosova të mërkurën e datës 9 prill ka shënuar për vjetorin e 26 të betejës së Kosharës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti me bashkëpunëtor bën homazhe në kompleksin memorial në Koshare, duke u përulur para kontributit dhe sakrificës së të gjithë të rënëve në këtë betejë historike. Sot në kompleksin memorial të varrezave të dëshmorëve në Koshare është shënuar 26 vjetori i fillimit të betejës së Kosharës. Pjesëmarrës në homazhe ishte edhe kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti me bashkëpunëtor. 26 vjet më parë me betejën e lavdishme të Kosharës, ushtria çlirimtare e Kosovës me luftëtar nga pothuajse të gjitha njësitë të zonave operative të saj, e shembi kufirin që ndonte shqiptarët, kufirin që ndonte Kosovën nga Shqipëria, e që ishte i vjetër që nga viti 1913, respektivisht 1918. Nga radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ranë dëshmor 114 luftar, me në krye komandantin Agim Ramadani Katanën dhe Sali Çekun, por gjithashtu kishim edhe mbi 400 të plagosur. U vranë së paku 108 ushtar e oficer të ushtrisë agresore e okupatore serbe, dhe përveç kësaj, është e rëndësishme të theksohet që në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kishim vullnetar nga Franca e Algjeria, nga Italia, Suedia e Britania, ndërkaq që në radhët e ushtrisë së Serbisë kishte mercenar nga Rusia. Ne vim këtu tek varret e dëshmorëve që t'ja kujtojmë, përkujtojmë vetes se sa e lartë ishte sakrifica e tyre, sa e lavdishme është lufta UÇK-s dhe sa i madh çmimi i lirisë që e gëzojmë e të shtetit të cilin po e ndërtojmë së bashku. Kujtojmë se beteja e Kosharës është njëra nga qindra betejat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të zhvilluara në luftën e fundit në Kosovë. Protagonisti i saj ka qenë komandanti Agim Çeku, i cili e pati dhënë urdhërin për të zhvilluar kjo betejë.
Kushtetuta e Kosovës për gjatë implementimit të saj ka asur në shumë pengesa për shkak të rrethanave të ndryshme, kështu vlerëson avokati Korabokshi. Se ky akt juridik është shkelur disa herë, konfirmojnë edhe disa nga qytetarët e intervistuar në ditën e Kushtetutës. Në 17 vjetorin e Kushtetutës së Kosovës, avokati Korabokshi thotë se Kushtetuta si akti më i lartë i një shteti duhet që të gjitha ligjet të janë në përputhje me të. Kushtetuta e Kosovës, siç dihet, është akti më i lartë juridik i një shteti. Të gjitha ligjet dhe aktet tjera në ligjore duhet të jenë në përputhje të plotë me atë si akt më i lartë juridik. Kushtetuta e Kosovës mund të themi se është një prej kushtetutave moderne, e përpiluar nga profesionistë. Sipas avokatit Bokshi, si një shtet i ri që kemi pasur pengesa në aplikim dhe zbatim të Kushtetutës së shtetit. Normalisht jemi shtet i ri, kemi pasur edhe pengesa në aplikimin dhe zbatimin e Kushtetutës, gjë të cilën ka dëshmuar edhe fakti se në shumë raste si gardiani i Kushtetutës del gjykata kushtetuese e Kosovës përmes gjykimeve të saj, ku qytetarët kanë të drejtë të i drejtohen asaj gjykate individualisht apo dhe organet publike përkatësisht shtetërore me kërkesat e tyre. Në të njëjtin mendim, sigur edhe avokati Bokshi është edhe njërin nga qytetarët e intervistuar sot nga mediumi ynë. Kushtetuta e Kosovës nuk respektohet sa duhet, sepse njerëzit nuk ja din kimetin Kushtetutës Kosovës. Se unë për vete kom librat botume lidhje me Kosovën, sepse për neve Kushtetuta e Kosovës ka qenë një çlirim me rajër, çlirim rajsor. Prandaj duhet t'ja dim kimetin, t'ja dim vlerën, ta respektojmë, ta dojmë. Ndërsa një tjetër tha se qytetarët nuk po ndihen të barabartë. Preja 70% po, 30% heq, qytetarët nuk janë barabartë me ta funksionarët e nërë, se dikush shkon prej ketë me drunë në burg, dikush bën vepra më të mëdha dhe është ndëri. Sot, të drejtat kushtetuese mund të mbrohen në një gjykatë të themeluar, pikërisht nga Kushtetuta e Kosovës. Kjo javë është shoqëruar edhe me një ngjarje tjetër të rëndësishme. Në nivel vendi filluan punën 82 zyre notariale, prej tyre 5 në Gjakov, përmes noterëve të rinj të licencuar nga Ministria e Drejtësisë. Syno të ofrohen shërbime cilësore notariale. Ministria e Drejtësisë Albolena Agjeu ka bërë të ditur se janë hapur në gjithë territorin e Republikës së Kosovës 82 zyra notariale. Nga ky numër, 5 noterë do të ushtrojnë veprimtarinë e tyre notariale në komunën e Gjakovës. Krishtin Këndusi, noter, tha se është i kënaqur që do të ofrojë shërbimet që i kanë kompetencë noterët. Noteri mirret kryesisht me procedurën jo kontestimore. Mirret me përpilimin e kontratave të ndryshme, përpilimin e trashëgimisë, testamente, akte mbërvet, autorizime, deklaratat, gjithë procedura jo kontestimore përfshihet në shërbimin notarial të Kosovës. Noteri Arjan Rizvanolli thotë se gjithçka është bërë gati me kohë për punën në noterinë e tij. Ditën e parë mirë është pak maqet mund bëhet që është edhe periudha domethënë e punës, po është ndoshta edhe një kohë ku vetë është qetësi, me masi, po ka pas kërkesa për ofrimin e shërbimeve, tash tutje presim që të punojmë edhe të vazhdojmë, shka është në kompetensat e kërkuara, domethënë notariale që kërkuan. Rizvanolli thotë se me licencimin e tyre do të lehtësohen edhe shërbimet për të gjithë qytetarët. Ka kalu një periudhë e gjatë lidhur me ofrimin e shërbimeve notariale, kështu që kompetenca e shërbimeve notariale vetëm është rritur, kështu që me shtimin e noterëve të rinj, domethënë në komunën e Gjakovës, ofrimin e shërbimeve notariale karshi qytetarëve do të jenë më efektive, më të shpejta, nuk do të ketë radhë siç ke edhe pyetja, dhe do të mundohemi që gjithçka që është përcaktuar në brenda kompetencave notariale dhe parashikuar me ligj, të ofrohet qytetarëve
sa më shpejt, sa më efektiv. Sipas ligjit, në Voçi çdo noter duhet të ofrojë shërbime për 10.000 qytetar, e në komunën e Gjakovës tashme janë 7 noter. Të martën e ardhshme pritet të bëhet konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Qytetarët ende janë skeptik se kush mund ta formojë qeverinë, pozita apo opozita. Kanë nga ata që besojnë se qeveria do të bëhet nga partia që doli fituese në zgjedhjet e nënshkurtit, por ka edhe të tjerë që vlerësojnë se opozita do të bëjë qeverinë. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka caktuar 15 prilin si ditën kur është planifikuar të bëhet konstituimi i Kuvendit të Kosovës, ndërka që regjistrimi i deputetëve sot vetëm se ka filluar dhe do të vazhdojë edhe ditëve në vazhdim. Mediumi ka pyetur disa qytetarë në lidhje me konstituimin e qeverisë dhe kush sipas tyre do ta formojë qeverinë e ardhshme. Njëri prej tyre u përgjigj se qeveria do të krijohet nga ai që ka fituar shumicën e votave. Qeveria të formoj qaj që ka fitu ma shumicën, që ka shumicën, 48 deputet, ati i takon. Pse mendon ashtu? Pse mendon se ka fitu? Se do të merë qeverinë opozita, me 4, sa ka opozita, i ka opozita. Si mendojnë të amorën qeverinë ata, si mendojnë të aleqen qeverinë ata. Kurse popë dhe dënë 48. Ndërka që një tjetër mendon se nuk është më rëndësi se kush e formon qeverinë, sa është e rëndësishme që Kosova të mos shkojë edhe një herë tjetër në zgjedhje. Për mu, mendoj se solucioni më i mirë është që të kemi një konsensus ose një marrëveshje përbashkët pa marrë parasysh parti fituese ose parti tjera opozitare, në mënyrë që mos ta çojmë edhe një herë Kosovën e zgjedhjet, se ato kushtojnë në të gjitha aspektet, prandaj ne nuk e kemi luksin Kosovë që të bojmë për një kohë të shkurtë zgjedhje tjera. Mendoj që më e mira në çdo situatë globale çfarë është, edhe në situatë çfarë gjendet Kosova, që të bëhet një zgjidhje adekuate, në mënyrë që të vazhdojmë jeta më tutje. Një qytetare u shpreh se qeveria e ardhshme do të formohet nga opozita. Opozita. Do të fitej, inshallah, bëhet mije, do të fitej, inshallah. Inshallah, bëhet mije për shtatërit. E për një tjetër qytetar, formimi i qeverisë do t'i bëj bashkë të gjitha partitë për të mirën e vendit. Të gjithë këta qytetarë që kanë votu domethënë, këto subjektet politike, domethënë i kanë votu për një qëllim për me dhënë kontributin për këtë vend, për shtetin, për qytetarët. Unë mendoj se të gjitha partitë duhet të bëjnë bashkë për të mirën e këtij vendit. Ne t'i lënë onash, domethënë ato inotet politike që i kanë. Sipas rregullorës së Kuvendit, seancën konstituive deri në zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit e drejton deputeti më i vjetër në moshë, duke u ndihmuar nga deputeti më i ri në moshë. Në hapësirat e Centermall në Gjakov dje zyrtarisht është hapur anë Megastor, qindra artikuj nga sektori i veshmbathjes, higjienës, kuzhinës dhe plot sektorëve të tjerë, do të ofrohen me çmime shumë të arsyeshme deri në 70% zbritje. Në qendrën tregtare në Centermall nga sot është hapur AM Megastore, e cila ka llojshmëri të produkteve nga tekstili, anvisëria, sporti e shumë të tjera. Qytetarë të shumë që nga momenti i hapjes frekuentuan hapësirat e AM Megastore. Fatbardha Kastrati, menaxhere, tha se jemi të kënaqur që kompania AM do të ofrojë produkte nga më të mirat në qytetin e Gjakovës. Realisht kompania jonë çdo ditë më shumë po zgjerohet, kjo është pika e nëntë që po e hapim në qytetin e Gjakovës, me qenë se kërkesat e klientëve kanë qenë qashtë të mëdha, saqë edhe na kemi pa të arsyeshme me hap një pikë edhe në qytetin e Gjakovës, siç pëlqen edhe vetë atmosfera është shumë e mirë, na jena shumë të kënaqur që kemi në qytetin e Gjakovës, jemi shumë të mirëpritur, jena tu kalu shumë mirë, njerëzit janë shumë të mirë, është pika e nëntë që po e hapim në qytetin e Gjakovës edhe po shpresoj që ka me qenë shumë e suksesshme. Shumëllojshmëria brendeve të ndryshme me emër në tregun e Kosovës janë një zgjedhje e mirë për konsumatorët e të gjitha moshave, pasi që janë të një kualiteti të lartë, tha menaxherja Kastrati. Kompania jonë AM Megastore ka shumë asortimane me cilët klientët mund marrë dhe me gjetë veten, është shumë fleksibile, të fillu prej tekstilit, si për femra, për meshkuj, për fëmijë, e kemi anvisrin, mobilirin, home tekstilin,
higjienën, do thotë jemi në gjitha aspektet kapak, po që ofron shumë zgjedhje për krejt çka do që mundana me dashur. E kur është fjala të çmimet si një faktor i rëndësishëm për qëndrueshmërinë, menaxherja Kastrati shtoi se çmimet e produkteve janë shumë të arsyeshme dhe qysh sot është filluar me zbritje. Çmimet i kena shumë të arsyeshme, shumë racionale, tu filluar prej brendeve Hummel, Tom Taylor, Hayley, Zara, Adidas, Nike, domethënë edhe brendet e sportit ndërma të njohur aty kemi edhe në dyqanet e tona, që edhe klientat e tonë janë shumë të kënaqur edhe me artikujt, edhe me produktet, edhe me cilësinë që e posedojnë. AM Megastore vepron edhe në shumë qendra tjera në Kosovë si një mundësi e mirë me mira produkte e asortimente të ndryshme. Mantelbardhet e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Zhakov, një aktivitet me persona të moshës së shtyr, kanë promovuar ecjen dhe aktivitetet fizike. Krahas aktiviteteve janë mbajtur edhe ligjërata që synojnë promovimin e ushqimit të shëndetshëm dhe menaxhimin me kujdesje të sëmundjeve kronike. Qendra kryesore e mjekësisë familjare në Zhakov, me mbështetjen nga organizata AQH, organizoi sot një ligjëratë me të moshuarit. Qëllimi ishte promovimi i ndërgjegjësimit për një stil jetese të shëndetshme, me fokus të veçantë në menaxhimin e sëmundjeve kronike, si diabeti, obeziteti dhe sëmundjet kardiovaskulare. Drejtoresha e shëndetësisë në Zhakov, Adelina Sheu Kola, tha se përmes këtyre nismave të tilla promovohet rëndësia e shëndetit. Bashkë me AQH-n, sot është organizu kjo aktivitet, AQH-ja cila çdo herë na mbështet si komunë për të zhvilluar aktivitete të rëndësishme në dobi të qytetarëve të komunës tonë. Sot shënojmë ditën ndërkombëtare të aktiviteteve fizike dhe dita botërore e shëndetit me fokus të veçantë të përfitimit për personat me diabet. Siç dihet, edukimi për ushqimin dhe aktivitetet fizike janë mjete thelbësore në menaxhimin e shumë sëmundjeve, duke përfshirë diabetin e tipit 2, po ashtu edhe ne sëmundjet kardiovaskulare, obezitetin, si dhe shëndetin mendor. Përmes aktiviteteve të tilla, ne promovojmë ndërgjegjësimin dhe ndryshimin e stilit të jetës për një shëndet më të mirë. Në këtë ligjëratë e pranishme ishte edhe specialistja e lartë shëndetësore Merita Shehu, një herësh përfaqësuese e AQH-s, e cila u shpreh se është kënaqësi të jetë sot këtu për të përkrahur aktivitete të tilla shëndetësore dhe jo vetëm. Pra së bashku na mund të bëjmë shumë, mund të ndihmojmë dhe këto iniciativa shumë e rëndësi të inicohen në mënyrë që të ndihmohen kjo kategori e njerëzve që i kanë këto sëmundje kronike jongjise dhe këto nisma së bashku mund të ndihmojmë sa do pak në përmirësimin e jetës së këtyre personave që kanë këto sëmundje kronike jongjise dhe përmirësimin e jetës së tyre. Ndërsa drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Zhakov, Arben Koshi, foli për rëndësinë e aktivitetit fizik të moshuarit dhe për bashkëpunimin ndërkomunal. Të shprehet mundësia e ngritjes së shëndetit për personat e moshave të shtyra mbi 65 dhe njëherë të kenë mundësi që përmes aktivitetit fizik të rregullojnë shëndetin e tyre. Kjo do të jetë edhe një arsye e madhe e shkëmbimit të bashkëpunimit në mes të komunave të ndryshme, ku dihet se ky projekt ka qenë implementuar edhe në komunën e Lipjanit, ku është bërë shënimi i kësaj dite, ndërsa sot jemi këtu dhe do të i përcjellim gjitha të mirat cilat vijnë nga ky aktivitet. Ndërkaq të pranishmit pohuan se morën këshilla të dobishme për menaxhimin e diabetit dhe jo vetëm. Faleminderit për shoqatës AQH, për ftesën që na bëri. Takimi shkoi shumë mirë, morëm këshilla lidhje me sëmundjen e diabetit, duke qenë se shumica të moshuarve janë me diabet. Dy këshilla ishin kryesore, ushqimi i lehtë e dietar, si dhe aktivitetet fizike. Aktiviteti sot mësi u duk? Bukur shumë mirë, dhe që unë për që... Ushtrimet që i bota ju lecun sa do pak? Ushtrimi bëj edhe në shpe, edhe dalë heci, ka 2-3 orë. Krahas ligjëratës informuese, pjesëmarrësit patën mundësi të bëjnë edhe një shëtitje në shtegun e Shkukzës. Studentët e Universitetit Femi Agani në Zhakov në kuadër të aktiviteteve për ditën ndërkombëtare të Romëve janë njohur me shumë kulturën, traditën dhe gjuhën rome. Të gjithë së bashku kanë shkëmbyer eksperjenca nga më të ndryshmet në lidhje me promovimin dhe të drejtat e komunitetit rom.
Për historinë, kulturën dhe traditën e komunitetit rom është diskutuar sot me studentët e Universitetit Femea Gani në Gjakov. Ky takim informues u organizua në kuadër të aktiviteteve që shënojnë javën rome në Kosovë, me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit për historinë, gjuhën dhe identitetin rom. Emra Cërmjani nga organizata jo qeveritare Roma in Action theksoi se përmes këtyre aktiviteteve synohet sensibilizimi i opinionit të gjerë në lidhje me historinë, kulturën dhe traditën rome, duke nënvizuar nevojën për përfshirje dhe respekt më të madhe për këtë pjesë të shoqërisë. Një prej çështjeve të cilët kanë të bëjnë me stereotipin ndaj këtij komuniteti është fatkeqësisht mungesa e informacioneve se kush në fakt janë romët të cilët jetojnë në Kosovë mirëpo edhe ndërkombëtarisht, dhe ne në kuadër të kësaj jave synojmë në fakt sensibilizojmë opinionin e gjanë në lidhje me historinë, kulturën dhe traditën e këtij komuniteti, në mënyrë që të plotësojmë ndoshta edhe boshllëkun në literatura shkollore, jo vetëm në universitet, mirëpo edhe në institucione fillore të mesme të ulta apo shkollat mesme të ulta, marrë parasysh që në kuadër të kurrikulës mësimore informacioni mbi historinë e këtij komuniteti është i mangët. I ftuar në këtë ligjërat ishte edhe Daud Çulangjiu, i cili ndau me studentët njohuri dhe rrëfime historike që pasqyrojnë rrugtimin dhe trashëgiminë kulturore të komunitetit rom. Preardhja e romëve në shumë hipoteza janë hedhur për origjinën e romëve dhe vetëm faktet gjuhësore të trashëguara vërtetojnë origjinën e komunitetit rom nga India. Romët në Ballkan u vendosën në grupe të veçanta ose u sollën nga ushtrit turke apo otomane, në cilën formonin reparte të veçanta për prodhimin e barutit apo të armeve, dhe mu përkthe njifën si farkatar të njohur edhe në Ballkan. Ky takim jo vetëm që shërbeu si një hap drejt informimit dhe edukimit për studentët, por edhe si një mundësi për të forcuar bashkëjetesën dhe respektin ndërkulturor. Njohja me historinë dhe kulturën rome është një hap i rëndësishëm drejt një shoqërie më të barabartë dhe gjithëpërfshirëse, u tha mes tjerash në këtë mjedis. Teatri rom Do që të përmbledhjen me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me ne dhe programin ton. Mirëmbëjtje.